Allah në falendrem, salavat e selamet e Muhamedit alayhi salatu wassalam ja rëgjel. Vllazën, Zoti më shëroj me dritën, ju i dhash kabër e gjerët familjarëve, jamre vllaznik ku sheni këtu. Nuk du shumë me zgjat. Ose kemi rastin të një none që dikush është për kujdes për ta, të ndërru vllazën. Respektimi prindërve është amaneti Allahu xhalleshanu që e kalon Kur'an. Allah i lartësuar ka obligu adhurimin e tij, pastaj respektin e pejgamberit alayhi salatu wassalam e pastaj respektin dhe kujdesin ndaj babës dhe nanës. Nana 3 fish e baba 1 fish. Ju e dini hadithën e Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Vllazën, ju që falni namaz, që keni ra shahadet, aman kujdes për prit kush i ka gjallë. Që vjen momenti me sodën mbyllë çdo sen. Ulemat kanë thënë sa ki prindin gjallë, je në test, në provë. Momentin që vdes prindi, Allah ta çet notën. Pritë notën ose kaluç ose kime ngel, në provim. Pe kriza më të mëdha në të cilat është populli jonë shqiptar, që se kena pas të, është kriza mos respektimit të prindërve. Kriza mos respektimit të prindërve. Sa prindi janë kohët e ka rrit fëmin me fukarallëke, me lloj-lloj telashe, qohet fëmia dhe thot tash unë jam i Zoti vet, edhe Allah ka pranuar Kur'an, ku të brin 40 vjeçin edhe menon që tash e mboj pamvarën, çatëherë mos më harru babën e nanën. Të dashur vllazën, për i zot Zotit, këshilloj veten tëme dhe juve, respektoni babën e nanë. Kur të vjen momenti që ky, ndash kaj, ndash mos kaj, mo nuk bën dobi. Por ai që ka respektu të jetën edhe pse ka hije, ai që sa ka respektu, le të kaje sa doje. Na nuk jemi që se njohim njëri tjetrin. Na e njohim njëri tjetrin, e dim cili po kanë, pse po kanë, çish po kanë. Andaj të nderuar vllazën, mos u korritni para Allahu xhaleshanu duke mos respektu babën e nanë. Aman, jemi thash në krizë, po e përsëris. Nuk e meritojmë na si popull me lanë babën e nanën vetëm si qyqe. Edhe pse martohet njeri me dalë në përbanesa me bo pyetje hoxha, a ban me lanë babën edhe nanën vetën, se po du pak ma gjonë banes, kretë po dojnë a ma gjonë. Po qaj babë, qaj nanë, ka rujtë ty me një dhomë 3 me 3 bën vaki. E të kam lu e ka najtë veç lutë, e ka kalu një jetë, e dini që shkan kalu para luftës prind tanë. Tash në muqu, se na u dhanë mundësijat edhe miran prind vetë edhe me ka për nipin e përmesën, kjo nuk është halal, nuk ban. Andaj për hirtë Allahu të zgjell, po këshilloj vetën edhe juve, aman të kujdesemi prind, se është pjesë e dinit tonë, e mos të ndikoni nga asnjë kulturë huja. O Zot mëshiroj këtë nanë, jepja sabrin familjes, bashkoje me akrabatë e vetë në xhenet, me pejgamberin alayhi salatu wassalam, me dietar, shahida dhe njerëz të mirë. Mundsoja që ta kaloj me lehtësi çdo provim mas tashit deri te ura siratit. Fali akrabat të dashurit edhe vllatë të vet. Amin.